Një është lusmi Zotin e madh nga kjo vend, nga kjo ditë, duke qenë agjerueshëm që Allahu musliman në Gaza Allahu t'i ndihmoje. Allahu harmikun e tyre Allahu ta shkatroje. Ata të cilët i mbisin fëmijët e muslimanëve pa dhimbje, Allahu shijimin në fëmijët e tyre Allahu t'ja bëjë të mundër me shiju këtë dhimbje ya Rabbel Alamin. Të nderuar vëllezër, me të vërtetë syri ton, zemra pikëllohet, mi po nuk kemi kujt janë komi përpos Allahu xhalla shanu wa xhalla xhelalu. Pranë në natën e Sifirit, ku gjithë ne jemi kon të rahatum në familjet e tona, ata të cilët nuk i kanë lënë rahat pejgamberët, nuk i kanë lënë rahat të zgjedhurit të Allahut, dje nuk i lënë as muslimanët që ta kryejnë këtë muaj, me gjithë se shtëpitë e tyre i kanë të rënume, e dikush prej juve mundën me thonë, abe hoxh, shka mu mine me bo këtu? Shpeshere kam përsërit dhe e thamë, pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam ka thonë muslimanët janë sikur se një trup. Në qovë se një pjesë e trupit ndim dhimbje, dhamit dhem, i tërë trupi e ndim dhimbje. Një ashtu rasti i Ibrahimit, kur u dëgjë, apo dasën ta dëgjën, ta djegin në zjarë, Allahu tregon që aty ishte harduci, zhapini dhe bubreci milingona, si cili prej tyre ishte duke bo njëri dam e njëri dobi. Edhe parashot pyetja, shka bani dobi? Ate rast bubreci shkoj e mu një pik uj dhe tha, ta dhja Allahu në cilën pal jam. Edhe ne kur flasmi, nuk imi duke full se ndoshta ndikojmë apo bëjmë diçka, mirë po ankohemi të Allahu dhe Allahu ta dhije nga cila pal jemi. E sot të nderuar vëllezër, kur muslimanat janë që shka paralemru pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam, sikur se shkuma e detit e cila nuk ju bën dobi asgjë. Allahu në lutë që Allahu na falë neve mangësitë tona që i kina karshi atyre muslimanëve ya Rabbel Alamin. Allahu na falë dhe të ndihmojë muslimanat. Allahu të ndihmojë muslimanat në Gazë, me fitore Allahu t'i përgëzoje. Në shtëpijet e tyre Allahu t'i rahatoje ya Rabbel Alamin.